Pa tjetër që prokuroria dhe gjykata do të marrë vendimet e veta, po unë po flas për pjesën administrative dhe politike të angazhimit dhe të organizimit. Partitë politike kryesore, të paktën këto 4 partitë kryesore, i kanë të paktën 10.000 persona se cila partitë angazhuar në proces zgjedhor. Por LDK-ja, PDK-ja, Vetvendosja, OK, e kanë nga 10.000 vetë të angazhuar. Domethënë janë 2.600 vend votime, për secilin vend votim, secila prej këtyre partive ka nga një anëtar dhe në këto 2.600 anëtar duhet 30% ma shumë me pas, sepse ditën e votimit mundet me usmu dikush me mungu e tjerë, që i bjen rrëth 3.300-400 vetë janë të angazhuar. Për secilin vend votim, secila parti deri vonin ka pas ka 2 vëzhgues, që janë edhe një 7.000 tjerë, domethënë rrëth 10.000 vetë për një parti janë të angazhuar, të mobilizuar procesin zgjedhor. Dhe me ndodh në vazhdimsi këto gabime, këto skema të organizuar kriminale është e papranueshme dhe patolerueshme. Edhe në tjetër, nëse ndodh diçka në shkurt, ai çdo është tu e di që drejtësinë e kemi të kadalshme, e kemi dopt partit nashta mu mush men, apo është dosh me plas një skandali që ty në përmosave? Si duket nuk ka pas vullnet që me u marrë seriozisht me këtë punë, dhe ta është vetë në krejt këtë keqe ka një të mirë. Se dalja publike e këtyre problemeve normalisht që fillon procesin e shërimit. Dhe shpresoj që ky proces i shërimit ka fillu në shkurt me ato mesazhe që i deklarove ti, dhe po përfundon me këto daljet publike tash që po dalin si rezultat final prej KQZ-s, në cilat edhe këto kam dyshim se po tash s'ka me të kurgjome me besu, përderisa është i tërë zinxhiri i kontaminum, i bie që nuk është puna mirë. I bie që keni me pas punë me deputet për cilët ka dëshmi që janë me votat manipuluara. I bjen që vota ju i ka me qenë barabart me dikon që është aty me, po thëmë, votat vjedhën adesa ta konstaton gjykata, po të manipuluara, po se po. Hala nuk është mbyll procesi i numërimit, po të shohim se kush do të jetë deputet. Edhe që kjo ka me i marrë sa dhe 2 javë? Jo, besoj që numërimin që në rep pritet deri në fundjavës përfundoj, pastaj në 48 orë në PZA për ankesë dhe 48 orë tjera në gjykatë supreme ankesë, nëse mbyllët gjithë shka mbrana kësaj kohë, i bie që ka fundi javës ashme të kemi certifikim të rezultatit zgjedhor. Edhe aty e tutje fillojnë me rrjedha fatet për seancën konstituive. Sot është një vendim i gjykatës kushtetuese lidhur me mënyrën se si u votu Nenad Rashić nën kryetari kuvendit. A besoni që e ka letu punën, e ka skicu, e ka vizatu qysh konstituohet kuvendi, apo është shonë si rodhës për me bloku, me zvarrit, me shkaktu hallakam? Nuk ka mundësi me zvarrit për këtë çështje, sepse kjo çështje është çështje gjyku me res judikata, por është vendos, është e qartë mënyra se si duhet veprohet dhe pas asaj që akon po, i takon përfaqësuesve të komunitetit serb që ata të propozojnë nën kryetarin, shumica atyre të propozojnë nën kryetarin garallë të komunitetit serb. Me kaq mbyllet kjo punë, deputetëve tjerë ju mbetet vetëm të votojnë për kandidatin e propozuar, sepse kushtet formale juridike gjithsecili që është deputet i plotëson. Dhe nuk ka një arsye juridike kushtetuese të grupeve politike të shumicës, themi në këtë rast, të LDK-s, PDK-s, AK-s, Vetvendosjes, që